20 vjet pas rënies së komunizmit në Shqipëri, pushteti vendor ka marrë mbi vete përgjegjësitë dhe autoritetin e duhur për të vepruar në mënyrë të pavarur nga qeverisja qendrore. Në 1998, me mbështetjen e USAID-it, u hartua një strategji kombëtare e decentralizimit. Që nga ky vit, USAID ka dhënë më shumë se $16 milion për të ndihmuar Shqipërinë në procesin e decentralizimit. Në vitin 2008, USAID filloi zbatimin e një ndër programeve më të mëdhenj të tij, me vlerë $7.3 milion. Programin për qeverisjen vendore, që kishte për qëllim zhvillimin e ekonomisë vendore, përmirësimin e qeverisjes vendore dhe forcimin e pjesëmarrjes së shoqërisë civile dhe sektorit privat në bashkitë partnere. Një ndër aktivitetet e para të programit të USAID-it për qeverisjen vendore ishte ngritja e komiteteve të zhvillimit ekonomik vendor në bashkitë partnere. Misioni i tyre ishte hartimi një vizioni strategjik për zhvillimin ekonomik të së ardhmes në bashkitë e tyre, përcaktimi i iniciativave prioritare dhe reformave për të promovuar investimet, si dhe krijimi një ambienti miqësor për biznesin. Këto komitete kanë përfaqësim të gjerë, duke përfshirë në to përfaqësues të sektorit publik, privat dhe të shoqërisë civile. Komiteti i Zhvillimit Ekonomik të KUKS-it është një strukturë vullnetare që është ngritur me ndihmën e projektit të USAID-it për mbështetjen e qeverisjes vendore dhe ka ndihmuar administratën e bashkisë dhe qytetarët në nxjerrjen e prioriteteve të zhvillimit ekonomik të qytetit. Gjithashtu ka ndihmuar administratën e bashkisë në hartimin e planeve të zhvillimit dhe në ndjekjen me buxhet të realizimit të këtyre prioriteteve. Komitetet për zhvillim ekonomik vendor u krijuan në të gjitha bashkitë partnere të USAID-it. Këto komitete shërbejnë si forume konstruktive për dialog ndërmjet sektorëve që përfaqësojnë interesa të ndryshme në pushtetin vendor. Për të ofruar shërbime cilësore qytetarëve dhe për të investuar në përmirësimin e qyteteve, pushteti vendor duhet të ketë burimet e duhura financiare. Një burim i rëndësishëm e në rritje i të ardhurave për bashkitë është mbledhja e taksave nga bizneset vendore dhe nga qytetarët. Me mbështetjen e USAID-it, bashkitë kanë përmirësuar mënyrën e mbledhjes së taksave dhe zbatimin e procedurave. Të 10 bashkive partnere ju ofruan nga USAID-i pajisje programe informatike dhe trajnime përkatëse për departamentet e taksave. Sistemi i kompjuterizuar i taksave do të ndihmojë bashkitë në planifikimin, buxhetimin dhe menaxhimin e burimeve të tyre financiare. Sistemi i kompjuterizuar i taksave, i implementuar në Bashkinë Shkodër nga USAID, ka arrit ndjeshëm sigurinë, ka arrit ndjeshëm transparencën dhe besueshmërinë e dhënave të herënte, ka ulur ndjeshëm kohën e punëtorëve të Bashkisë Shkodër, si dhe të tatimpaguesve të qytetit Shkodrës. Për ndihmë të bashkive, USAID publikoi një studim për përdorim më të mirë të taksave nga pronat vendore, e cila në vitin 2007 përbënte vetëm 5% të ardhurave të qeverisjes vendore, ose vetëm $3 për person. Kjo si pasojë e administrimit të dobët në menaxhimin e taksave vendore. Pas përmirësimeve të bëra, të ardhurat nga ky burim financiar mund të rriten. Me mbështetjen e Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Brendshme, USAID publikoi një udhëzues ndihmës për personelin e departamenteve të taksave. Të gjitha këto përpjekje kanë ndihmuar bashkitë në menaxhim më të mirë dhe në rritjen e të ardhurave nga taksa. Një burim i të ardhurave të bashkive janë edhe shitjet apo dhënjet me qera të aseteve të bashkive. Me mbështetjen e USAID-it, bashkitë filluan të gjejnë mënyrat për të menaxhuar më mirë ndërtesat publike. Së pari, bashkitë u ndihmuan të identifikonin asetet për të transferuar nga qeveria qendrore. Në Gramsh, Korçë, Lezhë, Librazhë dhe Pogradec, USAID ndihmoi në regjistrimin e rreth 3300 pasurive të paluajtshme. Për vitin 2010 u lidhën 100 kontrata dhe nga këto kontrata të lidhura u siguruan të ardhur për bashkinë një shumë prej 4 milion lekë të reja. Këtu është një qendër formimi profesional. Nga viti 2009 kam marrë këtë objektin me qera nga bashkia. Unë kam rritur me 30% numrin e kursantëve, pasi ambienti është i bollshëm. Si rezultati e asistencës së USAID-it, disa bashki kanë ngritur njësi të menaxhimit të aseteve, të cilat punojnë për vënien në funksionim të pronave bashkiake dhe duhet të shërbejnë si model edhe për bashkitë e tjera.
USAID dhe Ministria e Brendshme përgatitën një manual të shpërndar në të gjitha qytetet e Shqipërisë për regjistrimin, menaxhimin dhe maksimizimin e përdorimit të aseteve bashkiake. Njësitë vendore kanë nevojë për fonde të shumta për të kryer investime infrastrukturor në shkallë të gjerë. Në vitin 2008, USAID mbështeti kuadrin ligjor që u mundsonte qytetarëve huamarrjen nga institucionet financiare. Për të marrë hua, qytetet duhet të plotësojnë të gjitha kriteret e duhura dhe të bëjnë analizat e duhura financiare për të negociuar me bankat tregtare. Me mbështetjen e USAID-it, qytetet tashmë kanë filluar negociatat me institucionet huadhënëse për të mbështetur projektet e mëdha në infrastrukturë. Jep dhe një shembull për financimin se si mund të bashkëpunojnë pushteti lokal dhe bashkitë me bankat. Zona tonë as rrugë, as drejtësim, as asfaltim, as gjithë s'kishte. Dhe ne duhet të vinim i vuri që të kalonim nga një anë tjetër. Nëse e shikojmë tashti, kemi rrugë, kemi drejtësim, kemi luvishtet mrekullueshme. Të gjitha këto punime mrekullueshme kanë përmirësuar gjendjen e tërë banorëve të kësaj zone. 8 qytete kanë marrë deri tani kredi me vlerë rreth 1.4 miliard lek dhe 4 qytete kanë nisur tashmë projekte të rëndësishme për komunitetin, si për shembull, projekti që po zbatohet aktualisht për përmirësimin e qendrës dhe të lagjeve në Korçë. Në një këndvështrim afatgjatë, zhvillimi ekonomik vendor do të varet nga suksesi i bashkive të tilla, të cilat mund të tregojnë aftësitë e tyre për të planifikuar, menaxhuar dhe investuar fondet për të mirën e komuniteteve të tyre. Një pushtet vendor efektiv mbështetet mbi dialogun konstruktiv dhe të shpeshtë ndërmjet qytetarëve, bizneseve dhe zyrtarëve vendor. USAID ka mbështetur këto përpjekje duke ndihmuar bizneset shqiptar dhe shoqërinë civile për të bërë më aktiv dhe për të përfshirë në proceset e vendimarrjes së pushtetit vendor. USAID mbështeti ngritjen e shoqatave të biznesit të vogël në Korçë, Lezhë, Pogradec dhe Elbasan. Ky projekt i përbashkët ndërmjet shoqatës së biznesit të vogël dhe Bashkisë Pogradec ka ndikuar suksesshëm në uljen e informalitetit dhe biznesi vetë ndihet më komod, më transparent, ku të gjithë janë të barabartë kundrejt të gjithëve. Edhe pse në hapat e para, këto shoqata kanë filluar të ngrenë ura bashkëpunimi me zyrtarëve vendor dhe bizneseve për çështje të rëndësishme që shqetësojnë komunitetin e tyre. Turizmi ka një impakt të rëndësishëm në ekonominë vendore në Shqipëri. Për të përmirësuar dhënien e shërbimit dhe informacionit për turistët, USAID mbështeti ngritjen e zyrave të informacionit turistik në Shkodër, Pogradec dhe Elbasan. Këto zyra të ngritura përmes partneritetit publik-privat me bizneset vendore dhe bashkitë, do të shërbejnë si pika të rëndësishme informimi për vizitorët rreth turizmit lokal, duke ndihmuar në këtë mënyrë edhe biznesin e vogël. Zyra e informacionit në Pogradec ka dhënë një ndikim të madh në zhvillimin e turizmit në këtë qytet. Kjo ndikoi në prurjen e turistëve verën që kaloi, që pati më tepër nga viti i kaluar. Shpresojmë që të zhvillojmë apo të bëjmë investime të zgjerojmë aktivitetin tonë të hotelerisë, mbasi e shohim që ka kërkesa shumë. Ishte një eksperiencë e re dhe një model i ri për të implementuar si një moment bashkëpunimi publik-privat, i cili garantonte jo vetëm sasi informacionit dhe cilësi shërbimit, por edhe një shërbim më të kualifikuar për gjithë turistët të cilët vizitonin qytetin tonë. Në Fier, Librasht dhe Gramsh, USAID mbështeti një model tjetër të partneritetit publik-privat për pastrimin dhe mbajtjen pastër të ambientit. Duke punuar me grupe qytetarësh, shkolla dhe biznese, u organizuan një seri aktivitetesh për të rritur pjesëmarrjen qytetare dhe për të promovuar ndërgjegjësimin për aktivitetet që pushteti vendor po ndërmerr për të përmirësuar shërbimet dhe cilësinë e jetesës për qytetarët. Në Fier, USAID sponsorizoi një fushat pastrimi në ditën e tokës për të mbështetur përpjekjet e bashkisë për të mbajtur qytetin e gjelbër dhe të pastër. Kjo fushat e suksesshme përfshiu qindra qytetarë dhe nxënës në pastrimin dhe në ndërgjegjësimin për planin e ri të menaxhimit dhe riciklimit të mbeturinave, që do të zbatohet gjatë 2 viteve të ardhshme me mbështjetjen e qeverisë hollandeze.
Në Kukës dhe Fush Kruj, USAID përgatiti dhe ndihmoi bashkitë në hartimin e planeve rregulluese urbane, ndërsa në qytetet e tjera, USAID përgatiti studime të detajuara fizibiliteti, si ai i qendrës së transportit për shumë përdorime në Fier, zonën e re industriale në Lezhë dhe ngritjen e një qendre tregtare në Kukës. Bashkia e Kukës ka 35 vite që nuk ka një plan rregullues. Ishte iniciativa dhe mbështetja e USAID-it, i cili bëhet mundur nëpërmjet Komitetit të Zhvillimit, grupit teknikëve të bashkisë dhe kompanive private, hartimin e një plan rregullues që në vlerësimin ton është jashtëzakonisht i mirë. Plani rregullues i qytetit ka lënë bashkëpunim me qytetarët. Përmes këtij programi dhe programit të sfidës së mijëvjeçarit, USAID punoi gjithashtu në nivel qendror për të ndihmuar forcimin e Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit. USAID nëpërmjet projektit të qeverisës vendore dhe sfidës së mijëvjeçarit ka ndihmuar agjencinë tonë në përgatitjen e rregulloreve të nevojshme për implementimin e ligjit të ri të planifikimit të territorit. Ky ligj, i cili duhet të jetë i zbatueshëm nga të gjitha njësitë e qeverisjes vendore, do i ndihmojë ato në krijimin e një strukture rregullatore që do i udhëzojë në investimet e tyre dhe zhvillimin e ekonomisë vendore, duke mbrojtur në të njëjtën kohë burimet natyrore dhe kulturore. Decentralizimi në Shqipëri ka qenë një proces i gjatë, që kërkon vizion strategjik dhe vullnet politik për të miratuar ligjet, rregulloret dhe kapacitetet e duhura në mënyrë që pushteti vendor të ketë autoritetin dhe përgjegjësitë e duhura për t'u ofruar shërbimi cilësor qytetarëve të vet. Programi i USAID-it ka ndihmuar bashkitë në Shqipëri për të patur një plan rritjeje për të ardhmen që bazohet mbi parimet e qeverisjes së mirë, angazhimit qytetar dhe partneritetit mes qytetarëve dhe komunitetit të biznesit. 10 bashkitë që punuan me USAID-in gjatë 4 viteve të fundit kanë përfituar nga këto instrumenta të cilat mund të aplikohen në të gjitha qytetet me qëllim planifikimin dhe përdorimin më të mirë të burimeve të tyre.